Shko tek Arena, Juela ke qenë ndonjëherë tek Arena? Po. Kam hyrat, kam bërë hyrjen te Arena, kështu që e mbaj mend. Po, aty ku këndove këngën, e njëjta është. Po. Po ndryshon vazhdimisht dhe duket një gjë tjetër. Ja, të shikojmë. Sa bukur. Tani, ec nëpërmjet asaj rrugicës aty, edhe mu ul aty tek ajo. Ledion, më falë të dëgjoj shumë pak. Ja, se do rregullohet me njëherë. Po. Mund të ulem këtu? Patjetër. Ja, të kemi në një rrugë në Marbella. Po. Atere, një vënd që ti e vizitove me motrën tënde të vogël, apo jo? Po, e vërtet. Edhe që ajo të shëtiti gjithande... Motra e vogël kanë përshtypjen ka qenë njeriu që të kanë ndihmuar më shumë nga të gjithë gjatë kësaj periudhe, apo jo? Po, gjitha motrat, por ajo jetonte në shtëpi me mu. Kështu që ishte shumë prezent. Ishte shumë afër çdo gjëje. Po. Atëre, çfarë do bësh tani? Është, shikoja atë vendin aty, mbylli syt dhe fillo më shpjegoj një çik, sepse me sy mbyllur kujtimet vinë një çik më kollaj, dhe fillo një çik më shpjego atë Marbellën me motrën. Qa bënit, ku shkuat, po me sy të mbyllur, se ndryshe do konfuzohesh, se aty jetë Arena, nuk je në Marbella. E pe Marbellën, mbylli syt dhe shiko tani. Ku ishit? Atëherë, e mbaj mend që kemi vizituar Portobanus, më duket, që quhet. Dhe pastaj kemi shijuar një drekë shumë të mirë, bashkë me dy prindrit. Në një restorant, patëm fatim, do me thënë, kërkuam dhe e gjetëm këtë restorantin shumë të mirë, që kishte një, do me thënë, pjatat të ndryshme, dhe mbas së drekës jemi kthyer, besoj, në hotel, diçka e tillë. Qa mban më nga rrugët, për në qarë aroma është vini? Çfarë zhurmash kishte? Marbella është shumë aktive, shumë e zhurmshme, por nuk patëm, do me thënë, fatin atë ditë të qëndronim shumë. Dhe u kthyem, besoj, në hotel. Tani, Ledion, nuk e futur në mendime, në kujtime. Ndaj, të ndihmon fakti që je me sy të mbyllur. Por, realisht, i kërkoj ndjes motrës time, po nuk e mbaj mend shumë mirë. Shiko se po të inkurajon publiku. Po. Për shembull, tek restoranti, e mban mend çka kishe veshur ti, çka kishte veshur motra? Po, patjetër, ne kishim ardhur kemi ndenjur atë ditë në plazh, dhe unë kisha veshur një kostum plazhi roz, me një kostum, do me thënë, kështu të bardh, pantallona të shkurtë dhe këmish sipër. Unë të dëgjova, mori miun! Zemra ime sa du ty, në sot ti ke dërguar këtë ato fotot. Amore, të dua shumë, Julian. Si është mami e babi? Motrat mirë? Gjithë mirë. Ledi, Vlera, Irisi. Gjithë mirë. Zeno mirë? Shumë të lumtur. Falem gjithë shka që e të ba për këtë gudzimin. Je sigurt? Jam shumë e sigurt. Okej, amore, sa e bukur je stupenda. Po shfal për bukuri. Je stupenda. Shumë e lumtur, Ela. Unë, të më thënë, jam shumë krenare, që po të shoh që ke zgjedhur të tregosh veten tane me gjithë këtë elegancë, dhe ke zgjedhur të tregosh veten tane ka dal, je hapur me kohën tënde, pa, do më thënë, pa zhurmë, se ti e din shumë mirë, je shembull këtë që jo gjithçka që bën zhurmë është e vlefshme, edhe nëse do kisha... Sot sa e fort ke qenë si ke arë këtu, Juli. Patjetër, kjo nuk është asnjë gjë. Sa lumtur jam. Nuk e vëkenare që kam ty këtu. Juliana është motra e Joelës. Juliana, mirëmbrëma. Ledioni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si je? Mirëmbrëma, unë jam shumë mirë dhe ti duke shumë bukur si modele të dy atere. Faleminderit shumë. Unë nuk jam asnjë gjë si që është Joela. Dgjoj,
Ore, po tani se interesante, pra kjo Juela, ti Juliana, po motrat e tjera prap me J dhe me kështu si kanë emra. Po, Jetmira Justina. Kemi edhe Varset me 4 J. Kushe disa ngatrohet mami dhe babi. Bravo, isha gati duke e thënë. Duhet jetë merri madh, domethënë. Po, i herë unë jam e vogla, shqyr që mamajnë ka i herë me në emrin, po hajtë mamajnë me mëjnë. Shqyr. Juliana, thuaj qa ke për t'i thënë, sepse duhet ta qoj Juela në shtëpi. Ela, vazhdo kështu, një dëshirë kam për ty, tregoje bërësin tënde që ke mrena, sepse është ajo që sinqerisht të bën unike, të bën humane, Shqipëria, kjo shtëpi ka nevojë për ty, për historinë tënde të fortë, je sinqerisht shembull. Nuk e them si motër, e them si njeri që të njeh. Faleminderit. Je shumë mirë. Jam shumë kënaqur për ty. Faleminderit. Jam shumë e lumtur. Juela, duhet të kthehesh. Po, të dua, mi përshëndet gjithë familjen, mi plus një pak të meshë. Juliana, faleminderit. Faleminderit gjithëve. Gjithë të mira, gjithë të mira. Vaj, Faleminderit. Du shumë, Juli. Du shumë. Ledion, unë mund të... Po, do të të ndihmoj Big Brotheri, pa merak. Faleminderit. Taka. Se mos është ajo, mos është motra vetëm. Jo motra ikën që gocë. Ta mori mal. Lërit pi, jam ashtë Guys. Ti për i fort, shumë i fort. Faleminderit, Mali. Sa e mirë, mua. Sa e mirë, si. E pe Juliana.